Mirë dita, po, normal që jemi gati edhe dihet synimi i vllaznisë, janë 3 pikë, kështu që shkojmë nesër për 3 pikë të radhës. Sa vështirë të jetë në Vlorë, një transfer të bëhen një ekipi që fakti ka munguar fitoren të javë parë dhe është një ekipi një investuar, nëse mund të them. Po besoj se Flamurtari ka cilësi, edhe nuk janë me ato, nuk i meritojnë vetëm 2 pikë që kanë, kështu që ne jemi të motivuar jo vetëm me Flamurtarin, po si me çdo ndeshje, kështu që jemi të ikë për 3 pikë të radhës edhe asgjë më tepër. E vlerësojmë Flamurtarin si ekip, kanë cilësi, po për neve, si thash edhe më herët, është synimi vetëm 3 pikë. Ka thënë ndeshjet tjera Vllaznia ndoshta nuk ka bërë ashtu siç duhet. Të korrigjuan diçka tjetër? Po, si varet cilin ekip e kemi kundërshtar, kështu që do t'i përshtatim pak edhe kundërshtarit tonë, por ne e kemi lojën tonë, kështu që do shkojmë Flamurtar për 3 pikë të radhës, edhe i shoh çunat se janë të motivuar. Nuk kemi pas kohë shumë me festu për ndeshje me Tiranën, kështu që do të me shku nesër për 3 pikë të radhës. Shumë pritje për golin e parë ka statet që erdhi me 11 metrash. Më i lehtësuar tani? Po, më i lehtësuar është për 3 pikë që i morëm me Tiranën, kështu që goli është vetëm një çershi mbi tort, po jam i gëzuar se i ndihmova ekipes me 1 gol. Kastrati, ishte ndeshja me Tiranën, takimi më i mirë që keni bërë deri më tani me familjen e Vllaznisë dhe ju vjen keq që nuk përfshit në formacionin e javës? Po, besoj se ishte ndeshja më e mirë prej që ka marrë këtu, po për formacionin e javës nuk di ç'a të them. Ka njerëz tjerë që vendosin, kështu që unë jam i fokusuar vetëm te loja. Shpend vërtetisht se Kastrati po rritet në lojën e tij. Thatë që ndeshja ka kaluar më mirë për ju. Kjo është forma më e mirë sportive apo keni akoma për ta plotësuar? Jo, nuk është kjo forma më e mirë, kështu që do të jap maksimumin çdo ndeshje dhe e shoh edhe vetë se në stërvitje nihem mirë. Çdo ndeshje që luaj më ndihmon. Siç kam thënë në intervistat e kaluara me treneri, beson shumë mu, edhe jam shumë i lumtur se ka marrë te Vllaznia. Po do ketë me siguri edhe ndeshje më të mira se me Tiranën. Kastrati po luani në një pozicion që në fakt nuk keni luajtur më parë. Sa vështirë ka qenë për ju për të adaptuar dhe ndoshta ndjeni më mirë aty apo në majën e studimit së bashku me balën? Në fillim ka qenë diçka e re për mu, po çdo ditë tash edhe një herë, çdo ditë jam ndi mirë e ma mirë në stërvitje, kështu që tash e ndi veten shumë mirë në atë pozicion edhe mund të them se ndihem më mirë si mbrojtës i djathtë apo me fushor i djathtë. Vllaznia e parë në renditje, Flamurtari i fundit. Sa ndikon, sa pritet, mendoni se mund të ndikojë në fushën e lojës? Nuk do ndikoj se siç thash edhe një herë treneri është na fol çdo ditë, nuk po na lë me ngrit kokën, kështu që i shoh thash edhe një herë i shoh çunat që jemi të motivuar shumë edhe nuk e meriton Flamurtari me çan atë pozitë ku është, se ka me të vërtet cilësi. Kështu që për neve është veç një ndeshje e radhës edhe do të mi marrë 3 pikë, pa marrë parasysh se në çfarë pozite janë ata. Shumë eksperiencë në disa ekipe të huaja. Si po përjetoni këtë eksperiencë parë tek kampionati shqiptar? Diçka e re, po shumë mirë. Shumë mirë, mund të them se jam të undi mirë, u adaptova shumë shpejt, djem kam prit mirë edhe inshallah vetëm me fitore. Cili është mendimi juaj për nivelin e kampionatit? Ka rivalitet, ka garë? Po, normal, ka shumë cilësi, kështu që mund të them se 4-5 ekipe nuk kanë shumë dallim njëra me tjetrën, kështu që mund të rrifesh nga çdo ekip edhe mund të fitosh nga çdo ekip, kështu që mund të them se ka cilësi. Kastrati për ta krahasuar paksa edhe me klubet ku keni luajtur më parë, ka presion në Shkodër, ndjeni presion një si lojtar? Normal që ka presion, po jemi profesionalistë të gjithë, kështu që do të fokusohemi veç brenda fushës edhe mund të themi se jemi një familje e ngushtë edhe nuk ndikohemi shumë nga fjalë që vinë nga jashtë fushës, kështu që atmosfera është shumë e mirë edhe jemi të fokusu veç në futboll. E di si është euforia, kam gjuhë gjithçka, po mund të them se deri tash jemi të jetë shumë mirë. Ju besua penaltia ndaj Tiranës, e shënuat, patët të knasi dhe sa ndikon në të ardhmen, do të keni tjetër votbesim nga skuadra për të gjuhë të penaltisë? Po, njëherë do të them faleminderit Bekimit se ma lejoj me gjujt penaltinë edhe normal, Bekimi është kapiteni jonë, është lideri jonë edhe aje vendos
e vendos kur do m'ia dhon dikujt penaltis, kështu që ne duhet vetëm e qenë gati edhe mi ndihmu ekipes me gole ose asistime. Është gati për bekimin? Gjithmonë. Është gati për penaltit të tjera? Po gjithmonë do jem gati, kështu që ta shohim si do vinë situatat e lojës, po unë nihem mirë. Në ndeshjet e fundit shumë mungesa skuadra, por nuk ka lëkuar tek loja. Është një tregues i mirë që skuadra ka nivel edhe me lojtarë të tjerë. Po këtë kemi thonë në fillim se kemi një grup shumë të mirë edhe në çdo pozicion kemi 2-3 lojtarë që janë shumë cilësor. Kështu që gjoja më e mirë është se nuk vret mungesa dikujt. Mund mos luaj nesër pas nesër unë apo dikush tjetër edhe gjithmonë kemi një zgjidhje. Kështu që ky është fati jonë i mirë edhe pse kemi shumë mungesa, na mungojnë këta lojtarë, jemi tu i bë zgjidhje formacionit, kështu që ta shohim nesër si do jetë. Fredo ka sra një gol në Lorë? Premtoj, nuk mundem me të premtoj se do jap maksimumin edhe pastaj ta shohim si do rrjedh loja. Faleminderit. Faleminderit shumë.